Gjatë natës të martës janë grabitur në Elbasan 3 kazino, të cilat ndodhen në qendër të qytetit, rreth 50 metër larg nga teatri Skampa. Sipas informacioneve të policisë, autori ka qenë i vetëm, i armatosur dhe pa maskë, i cili ka hyrë nëpër kazino për të vjedhur. Madje në njërin prej kazinove mësohet se autori ka shtënë me armë. Policia, e cila ka shkuar në vendin e ngjarjes, ka identifikuar autorin si Altin Mehja, i cili njihej me emrin Elis Mehja dhe që është vënë menjëherë në prangat e policisë. Njëri nga pronarët nuk ka bërë denoncim në polici, pasi mendohet se është mik i ngushtë me autorin e ngjarjes. Të dhënat e para nga ekspertiza e policisë thonë se autori ka mundur të grabisë 6 milion lekë të vjetra dhe njihej si një lojtar sistematik. Mësohet se autori ka qenë nën efektin e lëndëve narkotike në momentin që ka shkuar për të vjedhur. Policia është duke hetuar më tej për këtë ngjarje, ndërsa materialet i kanë kaluar prokurorisë.